Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tashmë jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Për 6 minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon të gjitha zhvillimeve kryesore të cilat vijnë nga rajoni dhe konkretisht do të ndalemi në Kosovë, e cila është duke u përballur me një situatë të nxehtë dhe një situatë të paqëndrueshme politike, kjo për shkak se për të 21 herë radhazi ka dështuar konstituimi i kuvendit. Ndërkohë do të flasim edhe për Defender Europe 2025, stërvitja më e madhe ushtarake, ku Kosova ka mbi 1000 trupa ushtarake pjesë përbërëse të kësaj stërvitje, e cila zhvillohet në Kosovë. Për gati 2 javë Kosova do të jetë vendi mirëpritës i Defender Europe 2025. Ndërkohë do të ndalemi dhe në një zhvillim të ditës së sotme. Do të ndalemi në një zhvillim të fundit që flet pikërisht për emigrantët dhe ngritjen e disa kampeve për azil kërkuesit nga Britania e Madhe dhe atë se çfarë është duke u diskutuar ndërmjet 2 qeverive. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me analistin Lulzim Veliu. Veliu, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Veliu, e nisim së bashku dhe flasim pak sa i takon situatës së paqëndrueshme politike, kjo si pasojë e mos konstituimit të kuvendit të Kosovës, i dal nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, ka dështuar për të 21 herë radhazi, është një klim e ngarkuar në Kosovë, një pjesë e konsiderueshme nuk e pranon zonjën Haxhiu për krye parlamentare, ndërkaq Kurti nuk arrin që të sigurojë të gjitha votat e nevojshme për t'i dhënë rrugë hapjes dhe krijimit të kuvendit, por edhe institucioneve të tjera me radhë. Si keni lexuar të gjitha këto zhvillime dhe cila është analiza juaj sa i takon kësaj situate? Është tentativa 21 pra që dështoj përmbajtjen një seance konstituive të Parlamentit të Kosovës. Është një situatë shumë e keqe, një situatë që asnjëri nga ne nuk i kemi pritur dhe nuk e kemi besuar që do të shkojë një kohë kaq e gjatë në Kosovë, nuk do të kemi konstituim të institucioneve e as edhe të parlamentit, pra që është njëra nga hallkat kryesore, por edhe nga të parat që duhet të konstituohet për të arritur edhe deri te votimi i qeverisë apo të nominuarit nga presidentja për kryeministër. Këtu kemi një pozicionim të qartë të dy poleve, si të ish pozitës, por edhe të ish opozitës, që tani për nga numrat nuk janë shumë larg, duke pasur përballë se 3 forcat kryesore të opozitës, nëse të drija mblidhen bashkë, do të kenë numrin e parafort me atë që e ka sot lëvizja vetëvendosje, mirë po që shihet qartë se asnjëra as pala tjetër nuk i kanë numrat për ta krijuar qeverinë dhe në këtë mënyrë po mundohen të blejnë në kohë derisa të mos konstituohet Parlamenti i Kosovës, pasi që konstituimi i Parlamentit të Kosovës nuk ka afate kufizuese, pra mund të shtyhet në pafundësi duke u bërë takime të tilla në çdo 48 orë, mirë po nuk e kemi një datë të caktuar apo një numër të caktuar. Kjo pafundësia, zoti Veliu, se kam përshtypjen qytetarët lodhen dhe shteti nuk pret dot për tekat e secilës palë, sepse shteti është shtet dhe normalisht do institucionet e veta. Mu më duket se qytetarët janë treguar tepër të durueshëm dhe tepër kanë pritur me gjithë këto çfarë është duke ndodhur në Kosovë dhe me Kosovën. Unë mendoj se tani derisa subjektet politike dhe udhëheqësit politik të tyre nuk janë të gatshëm të gjejnë rrugën e bashkëpunimit dhe koordinimit në mes të tyre për të krijuar qeverinë dhe për të dalur nga ky kurs politik, unë mendoj se ka ardhur momenti i një lëvizje qytetare i gjithë qytetarëve të Republikës për kundër
këtyre subjekte politike, pra pa dallim pse si kanë emra dhe si kush udhëheqen nga tu, pra për kundër këtyre subjekte politike, pra kundër papërgjegjësisë të tyre që janë duke treguar kundrejt institucioneve, kundrejt Republikës së tyre, se në këtë mënyrë janë duke e rrezikuar edhe Republikën, janë duke i shkaktuar dëme të mëdha, jo vetëm në çështjet e brendshme, por edhe në ato ndërkombëtare dhe diplomatike. Dhe kjo pafundësi ka ngelur tani për tani pasi me ligje dhe me kushtetutën e Kosovës është rregulluar në këtë mënyrë që nuk ka fate kushtetuese. Mirë, po në momentin që kemi zgjedhjen e kryetarit të parlamentit apo konstituimin e parlamentit, si jemi mësuar kohëve të fundit ta themi, pastaj janë afatet kufizuese për të nominuarin që vjen nga presidenca. Mirë, po në mungesë të numrave është duke u bërë gjithë kjo dhe të dyja palët sikur janë duke peshkuar nga të dy krahat në mënyrë, janë duke peshkuar deputet të luhatshëm kundrejt subjekteve të tyre në mënyrë që të arrijnë numri 61 për të krijuar qeverinë. Është e papranueshme si nga lëvizja vetëvendosje që është forca kryesore, por edhe forcë që është duke udhëhequr qeverinë në detyrë, ashtu edhe nga ish opozitarët, të cilët kanë këmbgulur në këto momente dhe nuk votojnë personin që e ka nominuar lëvizja vetëvendosje për kryetar të parlamentit. Unë jam i mendimit se në këtë rast për të zhbllokuar situata, në qoftë se me të vërtetë lëvizja nuk është e gatshme për të marrë hapin e ndrrimit të një kandidati, opozita duhet ta votojë këtë kandidat dhe pastaj të shohim se si do ta krijojë qeverinë Albin Kurti. Pra është një rast i mirë që nëse mendojnë se ai nuk i ka votat për ta djegur atë si kandidat dhe për të kaluar mandatin e krahun e tyre. Mirë, po një pjesë e madhe më duket sikur janë të pajtuar që të shtyjnë deri në atë masa që të bëjnë të pamundur zgjedhjen në këtë mënyrë për të shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme, që nuk është gjë mirë për Kosovën, nuk është gjë mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po disa subjekteve po shihet qartë se duket se sikur po ju shkojnë për shtatin një gjë e tillë dhe janë të gatshëm të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Çfarë sjell kjo situatë dhe ky ngërç politik për vetë Republikën e Kosovës, zoti Veliu, në këndvështrimin dhe analizën tuaj? A është përkthyer ky dështim për të 21-ën herë radhazi në një vorbull të madhe interesash politik në Kosovë? Po, unë mendoj se i gjithë ky ngërç politik mund të sjellë veç gjëra të dëmshme dhe të këqija të Kosovës. Jo vetëm në aspektin e brendshëm ekonomik, në aspektin e marrëveshjeve ndërkombëtare, por edhe në vazhdimin e procesit të dialogut e të negociatave, apo edhe të drejt integrimeve të Kosovës në Bashkimin Evropian, por edhe në reputacionin e Republikës sonë si një republikë apo një vend jo shumë serioz, pra të bëhet fjalë për institucione, bëhet fjalë për subjekte politike që nuk janë serioze kundrejt përgjegjësive të tyre që i kanë kundrejt qytetarëve, kundrejt Republikës së tyre. Pra asgjë të mirë nuk ka nga kjo. Është në dëmin e Republikës së Kosovës, është viktim e politika populiste që ndiqen si nga ish pozita, lëvizja vetëvendosje, e për fatin e keq në këtë kanë rënë edhe partitë politike të ish opozitës, të cilat sikur nuk po munden dhe nuk po dëshirojnë ndoshta të themi më drejt për të gjetur rrugën e duhur për të dalur nga ky gërç politik i cili po shkakton dëme të mëdha Republikës së Kosovës. Mos harrojmë, Kosova është në sanksione. Kosova vetëm për shkak të papërgjegjësisë së politikanëve tanë për të krijuar për ta konstituuar kuvendin, ka ngelur ende pa aplikuar në një shumë të legëve të cilat ipen nga Bashkimi Evropian për vendet kandidate
që ka qenë shumë e caktuar, po flasim për një shumë për 6 miliardësh për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përderisa Shqipëria dhe Malizi kanë arritur të argëtojnë mjetet e para nga iPhone, Kosova ende nuk e ka bërë aplikimin për një gjë të tillë, vetëm për shkak të mos konstituimit të institucioneve në Kosovë. Si do ta përkufizonit me një fjali të vetme të gjithë këtë situatë politike të krijuar nga mos konstituimi i kuvendit, zoti Veliu? Po, kjo është vetëm një papërgjegjësi totale e liderëve politik në Kosovë. E qartë. Mirë, zoti Veliu, ndalemi pak tek një tjetër zhvillim. Kosova do të jetë mikpritësja e Defender Europe 2025 për 2 javët në vijim. 1000 trupa ushtarak të forcës specialit Kosovës do të jenë pjesë e stërvitjes më të madhe shumë kombëshe. Çfarë do të thotë për Kosovën të jetë pjesëmarrëse dhe mikpritëse e kësaj stërvitje më të madhe në botë mbase zoti Veliu, po duke patur parasysh që herën e kaluar Kosova nuk ishte pjesë. Kjo për shkak të sanksioneve të vendosura. Po, pikërisht, unë mendoj se kjo është një gjë e mirë që ka ardhur tani në këto momente të vështira që po kalon Kosova, duke pasur parasysh se në ushtrimet e kaluara Defender që janë mbajtur një vit më herët, Kosova ishte përjashtuar për shkak të mos koordinimit të politikave të tyre me Bashkimin Evropian dhe me vendet anëtare të NATO-s. Ndërsa këtë vit ato janë përcaktuar të mbahen në Kosovë, që nuk është hera e parë pra që Kosova është pjesë e tyre, por edhe nuk është hera e parë që këto ushtrime mbahen në Kosovë, pasi janë mbajtur edhe vite më parë. Unë gjithë këtë mund ta shoh vetëm si pozitive në një situatë të geopolitikës çfarë tani po ndodhet dhe çfarë tani po e shohim që po na rrethon jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por edhe më gjerë. Është një sukses i mirë, sukses dhe e arritur e forcave të armatosura të Kosovës, pra e ushtrisë së Kosovës, të cilët janë shumë të vëmendshëm në punën e tyre, janë treguar shumë të mirë në të gjitha ushtrimet e bëra me ndërkombëtarët, pasi një grup i mirë, një numër i mirë bukur i madh i pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës kanë mbaruar shkollimin e tyre në vende të ndryshme, duke filluar nga Turqia, pastaj Britania e Madhe, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kuto që kanë qenë janë treguar të suksesshëm, dhe kjo është merit kryesisht e atyre djemve që sot mbajnë uniformin e Kosovës. A krenohet Kosova nga këta djem ushtarët të cilët mbajnë mbi super përgjegjësi tepër të lartë, zoti Veliu, dhe si qëndron e pozicionuar aktualisht forca e sigurisë së Kosovës në rajonin e Ballkanit Perëndimor? A është gati për të pritur edhe fatkeqësinë më të madhe, me pak fjalë që shpresojmë mos të kemi kur fatkeqësi të tilla? Po patjetër që ata janë krenaria e Kosovës, duke pasur për bazë një pjesë e mirë e tyre, por e udhëheqësve të asaj ushtrie janë pikërisht djemtë dhe vajzat më të mirë që i kishte Kosova në ditët më të vështira, pra që ishin pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe ata e bën që të krenohet Kosova dhe gjithë shqiptaria pra këta nuk mund të jenë ndryshe, janë pjesë apo vazhdimsi e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe ata janë të gatshëm kur do të shohë që të dalin zot atdheut ashtu siç i dalin në ditët më të vështira, kur nuk kishim mbështetjen dhe nuk kishim forcën që ata e posedojnë sot. Po si e pozicionon Defender Europe 2025 Kosovën në këto momente, zoti Veliu? Ndërkaq, a e çon kjo stërvitje më e madhe ushtarake Kosovën një hap më pranë NATO-s? Po, të gjitha këto lëvizje dhe procese që janë duke zhvilluar janë duke u bërë që forca e sigurisë e Kosovës, ushtria e Kosovës të aftësohet dhe të ngritet në nivelin e saj, të jetë e barabartë me forcat e NATO-s për të arritur drejt antarësimit të tyre. E unë mendoj se një hap shumë të rëndësishëm në këtë drejtim është bërë edhe muaj më parë, kur është arritur një marrëveshje në mes të 3 vendeve për krijimin e një aleance Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci. Po, marrëveshje e famshme.
po pra aleancë e cila më së tepërmi do t'i ndihmoj Kosovës jo vetëm për çështjen e sigurisë, por edhe për çështjen e përgatitjes. Po Vučićit nuk i pëlqeu kjo marrëveshje, zoti Veliu. Po, gjithçka që është e mirë për shqiptarët dhe pozitive, është e natyrshme që nuk i pëlqen dhe nuk i pëlqej Vučićit dhe asnjërin nga strukturat e shtetit sa. Kjo nuk do koment. Pra nuk është diçka që e kemi pritur që t'i shkoj që Vučićit të pranojë një gjë të tillë se është diçka e mirë. Edhe pse unë mendoj se një aleancë e tillë është bërë në të mirën e të gjithë rajonit. Pra, se në momentin që kemi balancim të forcave në rajon, atëherë edhe rreziku për një luftë është shumë më i vogël se në momentet kur kemi vendet të cilat janë skajshmërisht më të fuqishme nga fësinjët e tyre. Pra ato do të kenë pretendime territoriale çdo herë nga fësijët e tyre. Ndërsa në momente kur forcat janë të balancuara, atëherë mendohet më ndryshe. Ndërkaq ndalemi edhe në një zhvillim të orëve të fundit, zoti Veliu, menjëherë pasi Shqipëria refuzoi të ngrinte një kamp emigrantësh për Britaninë e Madhe, kryeministri anglez Keir Starmer është duke planifikuar t'i kërkojë Kosovës që të jetë shteti pritës për azil kërkuesit. Ndërkaq, vetë mediat britanike kanë raportuar se Kosova është ndër 9 vendet e përzgjedhura si destinacioni potencial për këto qendra të pritjes emigrantëve. Është pak a shumë ashtu siç funksionon mes marrëveshjes Shqipëri-Itali, pra marrëveshjes së nënshkruar nga kryeministri Rama dhe homologja e tij italiane Giorgia Meloni. Mendoni ju se do të funksionojë një marrëveshje e tillë e cila nuk është zyrtarizuar, por është duke u folur, zoti Veliu? A vërtet i ka Kosova kapacitetet për të ngritur qendra emigrantësh dhe për të pritur këta të fundit? Unë mendoj se një gjë të tillë edhe në situatën çfarë ndodhet Kosova, liderët politikë të Kosovës apo edhe liderët e institucioneve që do zgjidhen pas një periudhe të caktuar kohore, shpresojmë sa më shpejt që është e mundur, në këtë aspekt duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të shohin kapacitetet e tyre së pari të sigurisë e pastaj edhe të menaxhimit infrastrukturës dhe përcjelljes së një numri të madh të emigrantëve. Kosova është një vend shumë i vogël, Kosova ka një territor gati 3 herë më të vogël se Shqipëria dhe unë mendoj se është e vështirë për të menaxhuar gjërat e tilla. Mirë po edhe në këtë rast, institucionet tona duhet të jenë shumë të kujdesshme dhe në një përgjigje qoftë negative të dinë se si të kthejnë përgjigje. Pra të marrin shembullin e përgjigjes që e bëri Rama në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan që në Shqipëri të përhedhin e atyre mbetjeve atomike apo çfarë ka qenë vite më parë. Po edhe pse Shqipëria bëri një përgjigje negative, është pritur shumë mirë dhe ka qenë e pranueshme dhe e arsyeshme. Pra, duhet jemi në kujdesshëm që edhe në raste se ne vendosim për një përgjigje negative, çka unë mendoj se duhet jetë e tillë. Jemi të kujdesshëm për çfarë? Në çfarë aspekti, zoti Veliu, sepse nuk kemi kapacitetet apo ka diçka tjetër që nuk shkon? Duhet jemi të kujdesshëm se si të përgjigjemi kundrejt partnerëve tanë, se Britania është një nga partnerët tanë të shumë të rëndësishëm. Pra vetëm në këtë aspekt institucionet duhet të jenë të kujdesshme dhe në këtë aspekt patjetër që institucionet dhe cili do nga liderët duhet të jetë shumë i kujdesshëm që të refuzojmë, por të mos kemi ftohje marrëdhëniesh. Ndërkaq unë të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, zoti Veliu. Të falenderoj shumë për analizën e kryer deri në këtë moment dhe si gjithmonë është kënaqësi të kemi komentin dhe opinionin tuaj. Faleminderit, kënaqësia është ime. Kemi qëndruar deri në këto momente me zotin Lulzim Veliu, analist, për të diskutuar se të gjitha zhvillimeve të cilat lidhen me Kosovën. Shkëputemi në publicitet.